Që mbrëmjen e sotme të kem zotin Aldo Bumçi, politikan, ish ministër i jashtëm i nderuar zoti Bumçi, mirëmbrëma, kënaqësi që ju kam në studio. Kolonelin Sami Neziri, ekspert ushtarak, njëri që ka dhënë një kontribut shumë të çmuar në ushtrinë shqiptare, nderuar mirëmbrëma dhe faleminderit. Mirëmbrëma. Sokol Kondin, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, Sokol, kënaqësi që të kam në studio, faleminderit. Pas pak na bashkohet edhe kolegu jot Marlin Laçi, ndërkohë në lidhje drejt për drejt do të kemi gjithashtu edhe gazetarin Enver Robelli. Zoti Robelli, mirëmbrëma dhe faleminderit. Mirëmbrëma. Sokol, po nis me ju. Konflikti me Iranin duket se është në një lloj faze akoma dhe më delikate, duke qenë se her pas here negociatat, thirrjet për bisedime vazhdojnë edhe pësojnë dështime të njëpasnjëshme. Ku po shkon e gjithë gjëja? Tani, frika është e rikthimit të luftimeve, nuk duket aq i pamundur. Por duhet parë që thirrja për të ulur në tryezë për bisedime për të arritur një armpushim erdhi në momentin që deklaratat e zotit Trump po arrinin pikun e lejueshëm dhe të mundshëm për sa i takon përputhjes midis anës psikologjike të besueshmërisë së tregjeve financiare me atë reale dhe të prekshme të stoqeve të ekonomisë, që do të thotë, me fjalë tjera, për sa kohë që furnizimi e 1/5 hidrokarbureve që vjen nga lindja e mesme dhe që do një periudhë saktuar nga 3 javë deri 1 muaj që të mbërri në vendet e destinacionit, po i ofroi një pike kritike pas së cilës do duhet përballeshim me një rritje të çmimesh dhe të lëndëve të para, apo dhe të në produkteve të naftës, siç janë plastika, siç janë fertilizuesit që shërbejnë për bujqësinë, pra në pikën kur po shkojë drejt një kolapsi dhe Shtetet e Bashkuara janë shteti i fundit që do ta ndjejë këtë valë goditëse për arsye edhe se janë dhe një vend vetë prodhues, i madh hidrokarburesh, por nuk janë më shumë prodhues se sa importues. Gjithsesi, është dhe kjo që nuk shpesh zoti Trump për shembull ka thënë që ne nuk kemi nevojë për naftë, sepse prodhojmë sa për të mbuluar veten dhe të tjerët. Nuk është vërtet me shifra në dorë të institucioneve serioze ekonomike që Shtetet e Bashkuara janë vend kryesisht eksportues i naftës. Kjo s'duhet harruar. Dhe armpushimi erdhi në pikën kur Shtetet e Bashkuara mund fillonin të ndjenin kostot e rritjes së shportës ushqimor dhe të gallonëve të naftës të benzinës, që kryesisht ata kanë makina me benzinë, benzinës dhe naftës në përpompat e tyre të karburanteve. Dhe amerikanët janë shumë të ndjeshëm politikisht si votues kur vjen puna ke rritja e kostos jetesës, aq më tepër që parafrojnë zgjedhjet e midterm. Kështu që bllokada amerikane në ngushticën e Hormuzit, shtoha saj iraniane, është, si thuaç, një ulje negociata me pistoletën në kokë, që prano ose do të ndodhi kiameti. Ndërkohë që dhe kemi parë deklaratat bombastike kanë shkuar gjithmonë deri në ekstrem për më pas të tërhequr nga ana amerikane. Dhe këto janë parë edhe si manovra bursash, ku Wall Street dhe Dow Jones raportojnë, njohësit e këtyre bursave raportojnë që ka patur oscilacione të paprecedenta në blerje dhe në shitje në një kohë rekord afër me fjalimin e presidentit, qoftë që do godasim, qoftë që do bëjmë paqe. Pra, janë të paprecedenta dhe vlen të theksohen, pra mbahen shënim. Pra, një grusht njerëzish, nuk e dim kush janë këta njerëz, po me hamendje mund njerëz pranë. Kush po i hedh në erë negociatat, Sokol? Izraeli. Për mua, qëndrimi im ka qenë gjithmonë i qartë kjo pjesë, sepse nuk jam të ata që i shohin në mënyrë kaq fatale sikur Izraeli, fakt po tërheq për hundër zotin Trump. Nuk shkoj deri aty. Mendoj se Izraeli t'i përputhen interesat me Shtetet e Bashkuara për sa i takon hegemonisë dhe mbajtjes nën kontroll të lindjes mesme dhe mbajtjen e saj, si thua, në ndikim amerikan, për mos thonë. Pra ju thoni paqen nuk e do Izraeli. Kryesisht, por Izraeli dim që e ka thënë, unë e kam përmendur në emisionin tonë, nëse nuk gaboj, që dikur senatori Biden thoshte nëse nuk ekziston një Izrael do duhet ta shpikim. Për arsye se Izraeli bën, si thua, punë të pista dhe për Shtetet e Bashkuara, është i Field Marshall i Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme, që vepron me porosi ose dhe në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara. Zoti Bumçi, kush po i hedh në erë këto negociata? Po, shpejt, unë desha të bëja një hyrje të shkurtër. Patjetër. A është kjo një luftë e drejtë apo e gabuar? Pra, e nisim me objektivin. Për shembull, lufta e Rusisë në Ukrainë është një luftë e gabuar që nisi.
sepse do të pushtosh një vend fshinj, ku nuk ka asnjë shkak. Në rastin e Iranit nuk është kështu. Irani është një vend që ka mbajtur gjallë destabilizimin në lindjen e mesme, e ka bërë këtë nëpërmjet shumë aktorësh. E ka bërë me Hezbollah në Liban, që janë si një shtet brenda shtetit. Hezbollahu futet në luftë kundër Izraelit, nuk është futur Libani si shtet, është futur Hezbollahu. Mbështeste Sirina Asadit, ku u vran 300.000 qytetarë në luftën civile të përgjakshme. Mbështet Huthit në Yemen, edhe ai një vend i dështuar, pra që ka kaluar lufta civile, para grupe paramilitare në Irak. Pra, Irani është sponsorizues i një rajoni, asnjë vend nuk është vend normal. Asnjë partner nuk është një shtet normal me cilin ai ka ndërtuar, por është një rrjet marrëdhëniesh për të siguruar Iranin në rast sulmi, që Irani mund të destabilizojë më gjerë rajonin. Dhe ky grup ra pjesërisht u dobësua me rënjen e Sirisë, të Asadit, me dobësimin e Hezbollahut mas aksionit të Izraelit atje, dhe protestat në Iran në janar, ku janë vrarë të dhënat të sakta nuk ka, por mendohet që janë vrarë mbi 30.000 qytetarë. Nëse vriten 30.000 qytetarë, do të thotë që protestat kanë qenë të masive, të fuqishme, dhe regjimi nuk pa mënyrë tjetër për t'i nënshtuar përveç se me gjak. Sa janë burgosur, sa janë torturuar nëse ti vret 30.000. Atëherë, kjo mungesë legitimiteti e brendshme e regjimit, që tregohet në numrin e madh të vrasjeve në janar, dhe dobësimin ndërkombëtar me aktorët që i përmendëm, u gjykua që ishte momenti më i mirë për të goditur Iranin. Tani vim te momenti i dytë. Lufta mund të ketë një qëllim të drejtë, por nëse pasojat, kaosi apo pasojat e tjera janë të dëmshme, atëherë fillon mbizotron kaosi dhe dëmi që krijon ansor edhe i paparashikuar. Dhe këtu jemi ende, kjo është një luftë 40 ditore, jemi në 2 javët e një paqe, armëpushimi, i cili përfundon nesër. Bllokimi i ngushtisë së Hormuzit i ka dhënë Iranit edhe goditja e vendeve fshinje dhe krijimi i një krize energjetike botërore, i ka dhënë një armë që nuk mendoi, pra nuk ishte parashikuar që do kishte këtë aftësi për të bllokuar Hormuzin. Kjo është shumë e rëndësishme. Nëse kjo nuk zhbllokohet, atëherë mund të shkojë deri një konflikt të hapur. Nuk është konflikt është, por a është konflikt me trupa në terren? Jo, kjo nuk është e lehtë. Amerikanët mbas përvojave në Irak, në Afganistan nuk kanë më oreks për trupa në terren. Vendet demokratike kanë. Vetë sondazhet e Donald Trump e tregojnë atë në nivelet shumë të ulta në raport me Donald Trump nuk do zgjedhet për herë të tretë. Kështu që ai nuk e ka stresin, por Partia Republikane kanë zgjedhjet ato që quhen midterm në vjesht, dhe ky është një moment që demokracitë kufizohen nga këto cikle të brendshme. Dhe Irani mundohet të luajë me këtë gjë, duke ditur që do fillojë elektorati të reagojë dhe pastaj edhe politikanët duke bërë llogaritë zgjedhore. Por jemi ende shpejt, për të bërë kalkulime tjera. Ja të pyes pak kolonelin sa i takon mundësisë apo cilat janë rreziqet për një konflikt të hapur në terren, ashtu siç po përflitet edhe në media ndërkombëtare. Me fjalë, ju thoni për një konflikt ose një ofensivë toksore? Po. Nuk besoj se ka shumë gjasa të ketë një konflikt, me fjalë një ofensivë toksore, për arsye që njihen tashmë, Shtetet e Bashkuara nuk duan të angazhohen në një konflikt toksor për arsyet edhe të përvojës në Afganistan dhe në Irak. Kur filloi konflikti në Irak, ka qenë parashikuar për 3 vjet. Lufta do fitohej më një herë, nuk diskutohej lufta, por periudha e tranzicionit të pushtetit, pra krijimi i pushtetit të ri, qeverisë së re dhe gjithë institucionave të reja, për 3 vjet dhe kaloi tranzicioni dhe Shtetet e Bashkuara do largoheshin, ushtria do largohej nga. Dhe ajo vazhdoi shumë gjatë, ndërkohë që në Afganistan dështoi plotësisht, në fjalë. U tërhoq, qëndroi me vite, nuk e ndërtoi dot shteti, nuk ndërtoi dot ushtrit.
Pra, u ngrit formalisht ushtria, po u shpërbër brenda ditës. Kështu që një ofensiv toksore nuk besoj se është opsion. Do vazhdoj me të njëjtën metodë, me doktrinën luftës ajër-tokë. Kjo është një doktrinë që i ka fillesat në fundit e vitet 80, fillimin e vitet 90, ka qenë e suksesshme në paktën e 2 luftra. Njëra është në luftën e parë të Gjirit kundër Irakut për shërimin e Kuvajtit, dhe e dyta është shërimi i Kosovës. Është e njëjta doktrinë, në fjalë goditjet ajër-tokë që dhanë rezultatin e duhur, regjimi serb u dorëzua dhe kemi atë që realitet që është sot në Kosovë. Natyrisht që efektet në Irak nuk mund të priteshin të ishin të njëjta, për arsye të specifikave që ka regjimi. Regjimi është tronditur, natyrisht që nuk ka rënë dhe nuk bie lehtë për shumë arsye, mënyra se si është organizuar regjimi, edhe regjimi lufton për jetë ose për ekzistencë dhe ka të qartë. Kështu që do shohim si do shkojë kjo fundi i pauzës, që është për të mos goditur, nëse do ketë një rinovim ose një vazhdim të negociatave. Në gjykimin tim mendoj që do ketë një përpjekje për të vazhduar negociatat, pavarësisht se problemi këtu nuk qëndron tek Izraeli, në fakt, qëndron tek pala iraniane, nuk është unifikuar. Qëndrimi i regjimit iranian nuk është unifikuar. Pra nuk është problemi i Izraelit, siç tha zoti Kondi. Nuk mendoj. Unë mendoj që problemi qëndron tek Irani për arsye. Ne kemi parë që qëndrimin e ministrit i jashtëm, ati ka element të moderuar në politikën në regjimin iranian, ka patur vazhdimisht element moderuar që kanë dashur të ndalojnë programin bërthamor në këmbim të heqjes së plot të sanksioneve. Por gjithmonë ka qenë krahu i ashpër, që është garda revolucionare dhe natyrisht është edhe lideri suprem. Kështu që aktualisht politika ose le të themi politikanët ose elementet e përbërës të regjimit nuk janë të unifikuar në qëndrimin e tyre. Dhe ekipi që vjen në negociata nuk ka autoritet që të marrë një vendim. Pra të thoj që ne kemi parë tek ministri i jashtëm. Deklaroi që ngushtica e Hormuzit është e hapur dhe pa kohë më mbrapa doli komandanti i gardës revolucionare dhe e mohoi. Pra nuk ka një qëndrim të unifikuar dhe ky është problemi në negociata dhe qëndrimet maksimaliste natyrisht. Zoti Lali, mirëmbrëma, faleminderit që